ja unë i bëj thot të gjitha gjërat e reja. Shkruaj, sepse këto janë fjalë besnike. Amen. Kjo shpreh mrekullueshëm zemrën, natyrën dhe pushtetin e Perëndis, i cili është i aftë të bëjë gjërat e reja. Ai jo vetëm që premton se do t'i bëjë, po dhe ka pushtetin për ta bërë. Kjo mua më jep zemër për Shqipërinë tonë. Shqipëria jo në hartë dhe në glob është sa një pikë ujë. Është sa një pikë e vogël. Nëse Perëndia i bën që gjitha gjërat e reja dhe do t'i bëjë, ai mund ta bëjë Shqipërinë tonë, ai mund ta bëjë jetën tonë. Dhe ndrrimi i vitit nga viti i vjetër në vitin e ri, gjithashtu simbolikisht ne na kujton që Perëndia ynë na i çon syt tek fakti që Perëndia ynë është Perëndi i fillimeve të reja, i mundësive të reja. Asgjë s'është tepër e vështirë për to.